Nuk ka gjikundi, sepse nuk shojnë nga bota se si është. Në Michigan, në këtë detim, është një përsosmëri e çfarë them. Unë i kam të regjistruar këtu në celular me mira video dhe foto. Që tregojnë se si atje pushteti vendor punon në shërbim të qytetarëve vet, kudo ku ata jetojnë, jo thjesht në qendra, po edhe mira kilometra larg nga qyteti më i madh që është Detroiti. Po kështu. Edhe një tjetër e fundit fare është çfarë thot ky Tirana zbukuruar. Çfarë Tirana? Është shkretuar Shqipëria dhe kanë ardhur gjithë Tiranë. Kurse në Michigan, edhe jo në Michigan, po edhe në gjithë Amerikën. Kryeqytet të shteteve në Amerikë nuk janë qytetet më të mëdha, përjashto Washingtonin e New Yorkun. Atje në shumicën tërmuese janë qytete të vogla. Për shembull Michigani, qyteti më i madh është Detroiti, me rreth 600.000 banor. Kurse kryeqytet është një qytet i vogël me 100.000 banor, Lansing. Atje janë instaluar të gjithë institucionet qendrore të shtetit dhe funksionojnë atje. Edhe nuk janë mbledhur gjithë në Detroit, siç kanë mbledhur këtu. Ndërto kulla këtu, ministria këtu, mbushur ajo. Po njerëzit ku do punojnë? Në majtë kulla do punojnë. Pra s'kan menduar. Atje në Michigan, edhe 1000 kilometra atje është larg qytetit më të madh, mi Detroit, atje ke punë, ka trafik thot ky. Shiko si ka zgjidhur ai Michigani. Ky ka mbledhur gjithë spitalet, i ka mbledhur te QTU-ja atje. Gjithë makinat e gjithë rrethet do vinë atje të urojnë qendrën. Michigani si ka ashtu, i ka në autostrada institucionet mjekësore, etj. Zoti Dyshniku, Edi Rama u ka bërë thirrje emigrantëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi që të dërgojnë zarfet me fletët e votimit deri ditën e premte. Si mendoni, ç'është ky nguti Edi Ramës për të bërë një thirrje të tillë dhe çfarë ka bërë deri më tani Edi Rama sa i përket emigrantëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi, apo është interesuar vetëm për votën e tyre? Po ai se ka problem, shiko, kjo është pjesë e propagandës. Ai zgjedhjet i ka të fituara, nuk diskutohet, i ka të marra. Por unë mendoj se ai nuk do të arrijë dot 70 deputetët. Këtë radhë. Situata politike dhe ndërgjegjësimi i njerëzve është ndryshe. Por nëse ky nuk do bënte ligjin mbi listat e mbyllura, ai do kishte marrë valixhet. Po këtu faji është i Sali Berishës që bashkë me Edi Ramën e kanë tradhtuar popullin shqiptar. E pushkatuan demokracinë. Prandaj të dy këto partit populli shqiptar duhet t'i abandonojë, sepse e kanë tradhtuar edhe gjatë 35 vjetë, po tani i dhan vulën e fundit, e pranuan haptas që janë armiq të popullit shqiptar. Prandaj duhen votuar partitë e reja. Edhe për mendimin tim, Lëvizja Bashkë është e para që duhet votuar. Ndërkohë, në Greqi janë gjendur zarfe të hedhura në rrugë, pra zarfe që do duhet u shkonin emigrantëve që të plotësonin fletën e tyre të votimit, dhe sipas Partisë Demokratike që ka denoncuar këtë rast, janë gjetur zarfe të hedhura në rrugë, në pika bastesh e në situata të tilla. Ju si mendoni, çfarë po ndodh me votën e diasporës? Unë nuk e di, po aty në Amerikë nuk ka ndodhur kështu. Atje ka qenë shumë korrekt. Njerëzit tanë i ka nisur zarfet me kohë. Ato posta amerikane atje ka qenë jashtëzakonisht korrekte, shembullore. Ka ardhur në kohë, i ka marrë në kohë zarfet dhe i ka nisur për Shqipëri. Mbase do kenë ardhur, nuk e di se sa kohë duhet për ta transportuar. Kurse në Greqi, këtu do të jetë faji i postës greke. I DLS, nuk e di se kujt ja kanë caktuar për ta transportuar. Nuk mendoj se do ta ketë faji shteti jonë. Se atje ka qartë janë të shqiptare edhe atje në Greqi. Zoti Dyshniku, a jeni gati për të marrë pasaportën europiane pas zgjedhjeve të 11 majit, që sipas Edi Ramës, kjo pasaportë mund të merret deri në vitin 2030? Po çam duhet më pasaporta europiane? Ora ky
pse të na serviri neve pasaportën europiane? Po ky gjë budallëjmë që do të trokasin e përsheshje. Budallëjmë, e them komplet me plot gojë, janë budallëjmë. Budallëjmë ose të shitur, të interesuar i ka blerë me vende pune. Po mos ta bie pasaportën europiane, të na vjet përvojën europiane, të demokracisë të shtetit ligjor. Të na bie mirëqenien europiane. Ky thot, hajde këtu thot ky, e të shkoni në Evropë. Ora valla, na bie Evropë këtu mo. Pse do të vetëm unë në Evropë? Bjerë firmat e huaja këtu të ndërtojnë, të hapin fabrika, uzina, kombinate. Jo punë ishte për pije, për lenje, për kafe. Çfarë do? Këto e skandale. Këto e skandale. Ke gjithë pasuritë kombëtare. Pse s'vin firmat e huaja më? Po ja ka dhënë lloj oligarkësh. Dhe s'vin firmat e huaja të bëjnë shfrytëzimin e mineraleve me cikël të plot. Edhe të naftës me cikël të plot. Po s'mu do bëj një oligarku jonë sa do i mas tjetë. Po që ne kemi oligark me parat e shtetit, me bugjetin e shtetit. Kështu janë bërë ta oligark, nuk janë bërë se ka ndërtuar prodhime, jo. Ka hapur fabrika, uzina, kombinate. Asnjë nga këta s'ka nga ato. Na rrugën thot ai, bën 100 milion. Unë do t'jap 300 thot, 100 mua, 100 tyja, edhe bëj çat bështi. E ky është pazari. Edhe rrugët shumica janë bërë me borxhe që merr me interesa të larta nga bankat e huaja, edhe i paguajmë neve, shumicën e tyre vit për vit. Prandaj s'ka ku të na rrisë rrogat. Se ky, marrim një shembull thjesht fare. Ky në mënyrë më skandaloze, edhe nuk e di, ai kontrolli i shtetit e ka konstatuar apo jo. Po ky në vend ta paguaj atë trajnerin e ekipit kombëtar të futbollit, në vend ta paguaj Federata Shqiptare e Futbollit, e paguon qeveria $750.000 euro në vit. Me çfarë drejt ky ish përdoron lekët e popullit, taksave tona dhe ja jep atje? Kur federata është private, s'ka punë me neve. Kur ka stadiumin që nxjerr me miliona në muaj, jo më në vit, pse duhet paguaj shteti, populli? Pse duhet? Prandaj këtu bëjnë ca gjëra që janë shumë skandaloze. Ose tjetër, në anën e kulturës, sot ky, unë jam i kulturës, jam i sporteve. Po çfarë këtu? Si ka mundësi që shkollat, qeveria nuk u cakton fonde. Atje në Michigan është kjo punë, ekziston. Fonde për kulturën dhe sportin, që fëmijëve i çojnë në stadiume, fëmijët i çojnë në teatr, shkojnë në pallat e sportit, shkojnë në ndeshje, apo japin shfaqje të ndryshme, qoftë hokej, qoftë basketboll, volejboll, apo koncerte. Pra shkojnë, edhe u bëjnë dhe xhiro atyre bizneseve që janë sportive, po dhe kulturori, i çojnë në për teatro, i çojnë në për shfaqje të ndryshme. Pra shkollat, falës me palek, me buxhetin e shtetit, është pjesë e edukimit kjo, që nga kopshet edhe me radhë. Pse nuk e bëjnë? Pse si bën ky? Apo harxhon? Ja çon ky do rikonstruktoj thot kalan filan. Hajde gjej, çoj aq lek apo si çoj aq lek ky? Hajde gjeje. Se ky po vjet brenda në përzyra. Korrupsioni thot kanë ngrënë të ardha dhe kundë thot mbas kurrizit tim. Aty këtu s'merret vesh. Tu ha derë dhe dosa, si doj, vetëm populli nuk ha.